Vjen këto momente me komunikimin së bashku, ndërsa për gjithë ata që janë të interesuar, besoj ka një numër të madh qytetarëve, pas pak do të jemi edhe me Zënguti Moxha, ekspertin për pensionet. Kështu që paqartësi, problematika, ndihmë nëse keni nevojë për çështën e pensioneve, mund të telefononi dhe t'i bëni pyetje të drejtë për drejta. Ne vijojmë me bisedat së bashku për momentin edhe me temën e ditës për çështjen e protestës apo edhe me reflektimin, reagimin e kryeministrit për protestën në ato dokument apo planin të quajtur BESA. A mendoni se është ky reagim i duhur? Mirëmëngjes, përshëndetje, diskutojmë dhe çështje të ndryshme të aktualitetit që janë zhvilluar gjatë këtyre ditëve. Urdhëroni, përshëndetje. Bëni pjesë të programit edhe në 069 60 13 629, kjo është mënyra më mirë fakt për të komunikuar së bashku me zë dhe me figurë. Dhe diskutojmë pra për aktualitetin, protestën, për të se ka vijuar edhe ditën e djeshme fakt, po bëjnë gati 2 muaj afërsisht të nisura në mos gaboj në 31 maj, pra një të diel datës 31 maj që do të thotë qershori dhe koriku me protesta. Nisi si një reagim për atë që ndodhi në Zvërnez dhe tashmë po vijon çdo ditë me kërkesa për dorëheqjen e qeverisë dhe disa kërkesa tjera që kanë bërë midie protestuesit. Bëni pjesë e programit, e theksoj edhe në 069 60 13 629 që do të telefononi me zë edhe me figurë për dënë mendimin tuaj njëjtë sikur të ishit në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju dëgjoj me vëmendje dhe kënaqësi, më thuaj. Desha të flas pak për këto protestat. Po, patjetër. Këto protestat do të janë ditë se kush i nxit. Kush? Nëse ju e dini, mund na e thoni. Jo, këto protestat nxiten nga njerëzit e Sali Berishës. Mirë ka thonë, besoj se ka thonë i madhi Arbenduka. M'duket. Bie Salivi në shtetë e qaj me parë të qenë komunistë dhe sekretarë. Që të bënë komunistët që si do mërë birë me parinë e tyre të kalu ka që mirë. Besoj se ka thonë Arbenduka. Po? Nuk e di mirë. Dakor, për te i kësaj. E kuptuam dhe i dëgjuam vargjët. Unë zoti Jondi rri në një fshat të Fushkryes. Po? Në fshatin bilajt të Fushkryes ku ka lë autostrada, me fjalë, ajo autostrada e re që e bota shi. Mirë po, firma që e ka bërë Bashkim Ullet e kalon rrugën që kemi pas kalu në edhe kalojmë akoma, cop. Aty bëhet re pluhuri që nuk e shef i pari dytin. Rruga që futeni për në fshatin tuaj? Jo, nga fshati jonë për në Fushkryj. Është bërë do të janë ditë cop. Se që do bëhet në këte, pa të në thonë shuat herë, pa të thonë kërtari bashkisë dhe pa të në thonë dhe tjerë. Ajo që është le të themi si pjesë e autostradës, apo si derivat i autostradës, i thoman Kashar, që del nga autostrada, apo jo rrugë ekzistuese? Ajo që del, po thonë. Po, ajo që shko nga Bilaj në Fushkryj, e litat. Është bërë zot janë ditë cop, aty bëtë tym me mirgull që nuk është shef i pari dytin. Edhe pa të në thonë atëhere, që është dyterim ligjor i firmës, që kur të maroj rruga do të arregulloj këte. Po. Është bërë zot janë që po të shofi shti për herë parë, që këtu nuk ka pas asfalt në i herë. Okej. Logëritës që është bërë rruga. E drejt. Mirë. Ne kërkojmë, më thuaj, po patjetër. Bëhet problem kjo punë. Edhe të dërgonin dhe një gazetar të ujnë edhe të shofin vend. Ju kuptoj, patjetër. Mirë, të falenderoj të përshëndes për telefonatën, dhe themi mendimi e për temën e ditës, apo dhe ky shqetësim i zotërisë.